Rrallën e ka shoqënia, më mirë një shok me lek apo një shok i mirë pa lek, që të kërkon borxh her pas here, a? Si më no, më mirë një shok me lek apo një shok i mirë pa lek? I shoku mirë mos ketë as si kokër leku, sa i me lek. Më mirë ai pa lek e tjetri mirë? Ai që ka lek, ai t'len. Tlen, po ai pa lek çdo kotate, por çfarë donë atë? Tjetri mirë sa dush, ai s'ka lek. Çat kryen Ka shpirtin. Çat bosh shpirti? Ti vetë ke shpirtin, çat bosh shpirti ti? Plotësot ti shpirti për shembull? Pa e bizoti marr vetë ti. E bizoti marr. Pse si thotë? E beson ti këtë? Pse besoj? Pse po ti nuk e beson? Se di më Qytetar. Ja ku e kemi e musliman ti. Pse e tregon? Do ta bëj ja ku e kemi më musliman. E tregon kjo mëja këtu? Po si nuk e tregon mik? Pse ato tjerë që s'janë për shembull nuk e kanë të mën? Ja. Ha? Po ti Lese, e lem të mënë, se është shikë kështu, thonë ro pastaj hymë në këto besytnite, këto... Mëja? Edhe i më ka. Po ju zotëri, më e keni këtu? Më e keni? Më e keni këtu ke dora? Më? Musliman? Gjithë më në kanë, gjithë më e kanë, ja. Edhe ju musliman jeni? Po, s'ka lidhje musliman në kam. Ka lidhje, thonë zotëria. Qa lidhje ka, ma, lidhje leshe ka. Po të gjomë, nese, tani pyetja është, më mirë një shok që ka lek, apo një shok i mirë që s'ka lek? Më mirë, shoku mirë, vlla, shoku mirë, i gjitha. Po s'ka lekë, po. Po le mos kete për burë, leku shkon e vjen. Po puna është që shoku mirë nuk e gjen. Marona e punë. Po s'ka lekë më kena. Po le mos kete më burë. Si ta zgjidhni hapën e gjithë më burë, e gjithë. Është i mirë sa dush, ta mash qafë, çfarë do, më s'ka lekë. Leku shkon e vjen, mikun nuk e gjen. Harro. Mikun e mirë, gjithmonë mikun e mirë. Ore, ku jetoni ju më? Unë jetoj në Babru. Babru. Po pse atje? Pse atje kam zgjedhë se kam një dy lim tokë në një shtëpi mirë në ka. Do ktheheni investitor strategjik, jo, nuk që vit bënë pallat në gjoti. Nuk e njoh fare Edi Rama. Kam dëgjuar që jo Edi Rama, jo, se lidh direkt investitor strategjik me Edi Rama. Mos e thuj këtu. Jo, nuk e fat ju. Ta mështjelli mirë është. Mirë është, nuk është keq. Ja mështjelli Edi Rama se ka probleme. Nuk e ka se është mësuaj. Në për ura ka netaj. Po pse do me mështjellë? Kam qef. Po dhe unë nuk e di. Po dështohet rra? Më le, barikar, janë shtua, shuj mësoja i gjitha. Po i përshimë, me dalë pra po këtë tema, a i zjerë për rreth vetës njërë, do në shok me lek, apo shok të mirë pa lekaj? A i zjerë shok me lek, që të fitoj zjedhjet edhe mos i humi asirë. Edhe i përzejmë pastaj. Pastaj 100 mëtë. Po s'ka të dalë më vetë ke. Po sot realiteti si është? Njerëzit zgjedhin shok të mirë dhe pa lek apo ai muhabet, tha mirë, më duket që nuk çeke gazetar. Dy herë i muhabet, mos më thuj pra. Po mi vrim, ha? Thuj dy herë me i brim. Ti thjesht të hapi vrim tjetër. Hapi vrim tjetër mirë, ja të bëjmë. A keni menduar ndonjëherë ju që ju mendoni për shembull? Ç'a mendon? Ti për shembull, të mendosh që ti mendon. Unë mendoj. Po, e mendon. Ju mendoni apo jo? Mendoj që të blej palsyze. Po. Po. Por a keni menduar ndonjëherë që ju mendoni të bleni ato syzet? Po. Po si arrini të shkoni atje? Me në kom. Jo, si arrini të shkoni me mendimin se është tjetër gjë. Nuk shkon këtu. Nuk shkon. Nuk shkon. Si arrini ju me shku me syze? Jo, si arrini ju ta Unë nuk e kuptoj të që, me thonë drejtën, folim drejt. Shik bab. Unë me vërten, Babru se kom shpinë. E kom shpinë, këtu e kom, unë qëndër. Pra e mendove, tani thjesht që bërën pyetjen ti e mendove ndryshon destinacioni. Po më rëndësishme është destinacioni për rrugtimi? Destinacionin e zgjedh vetë. Rrugtimin e bën kom, se Edi Rama la pa makina. Aty ku do që të shkojë, do më po ke Edi Rama, çfarë do të dëgjoje? Kur menon ai gjë tjetër për Peu të fenomeni. Fenomeni, vënale, pas ke morë syze tjera. Unë jam zotu që s'të marrë mod ju. Jo, po ti e bë për publiku, një bashkë ne e kemi prish marrëdhëniet, vetëm e kemi për rrjetin social. Po edhe publiku nuk të don, me kjo është ideja, nuk të don publiku më. Mu më tha se më kanë kërkuar mbi 2-3 veta, të kanë arselu, do me thonë ku është, ku ndodhet, pse s'e ke morë, pse s'e mu më kanë shkrujt shumë veta, më shumë se 2-3.000 veta, po kjo ka dalë jashtë binorëve, ka thënë. Shikon, pa edhe ata jashtë binorëve duhet me i pasë si dalin këtë tema, me qënë se shu se unë i vlerësoj gjithë njerëzit. Është vërtet. Gjithë, pa pikë, nuk kam asiloj gjykimi, asiloj gjëje, gjithë se cili ka pot kuptimin e vetë, në brumin e ti dhe habitatin ku jeton. Ti ke habitat shumë interesant, shumë ditëshëm dhe njerëzit, jo, pa, do kalëm direkt këtë tema, nuk ka histori më.
Tani më mirë një shok i mirë pa lek apo një shok me lek? Po ti e di si që i thonë asë Jo, shpresë, jo. si që i thonë asë shpresë popullore që shoku zgjidhet më mirë se vetja. Dhe me thonë duke gjetu një endacaka apo një të lëdhur dhe me thonë, ai edhe të lëth, edhe të mbyt dhe me thonë se ndonjë që s'di e not dhe me thonë edhe të mbërthen, të fundos. Edhe kjo dhe me thonë në përgjithësi, kjo teknikë është shumë nga njerëzit. Pritet dy se erdhe. Shumë nga njerëzit e bëjnë, dhe me thonë, bisedë, edhe i thotë, kur jam me shok të tjerë, mos më afro, thotë se e di që është vërtet, bravo, thotë realitet. Është shkalla e urtë e diçka e tillë. Unë për shembull jam shtetas francez. Francez e di? Tani ti e di që Franca është superfiqia e 5 në botë. Ti që je shtetas shqiptar, dhe me thonë, vetëm shtetas shqiptar, unë sipas e s'du të afrohem me ty, po jo më vao, shoqëria. Po ti vet ti si gaz, si legjend që je, do zgjidhje një që është i pasur apo një që është i varfër dhe po tani shrobi mirë. Tani unë për fat mirë unë pasurinë e kam, si që zin kam tokë pra, në planetin Mars, dhe të varfër. Kam tokë në anë. Po. Tani me vajzën e Trump kam pasur një marrëdhënie intime. Tani edhe Mogherini, po ishte edhe von der Leyen ditë që ishte edhe me atë kreva një marrëdhënie seksuale te rruga Elbasanit, edhe dhe me thonë unë jem dhe me thonë njeri i njohur si nga bota politike, po dhe nga biznesmenet, dhe dhe me thonë nuk është se një telefonat Madje ka zëra me komunikimet që keni me Trumpin, tani që po largohet Elon Musk do të zini ju vendin e tij. Sa desha ta them vëlla, po ti duhet që unë t'i them pasi më pyetjen ti se po e thash unë përpara. Ti ishe që dhe shkatrovët e marrëdhënies midis Elon Muskut dhe Trumpit? Po tani unë ndërhyra se si që dini Trump social, dhe me thonë është aje rrjeteve sociale Trumpit, i bëra disa sugjerime që nuk përshtatet dhe financonë PD-n. Ky ka futur ato nga tresa. Demokratët e Bill Clintonit financonë Elon Musk, edhe para të kë uftohë marrëdhënia tyre njëri me tjetrin dhe sot dhe me thonë është vendi i lirë, po së shpeti do zyrtarizohet dhe me thonë detyra ime në këtë... Kur do zyrtarizohet? Brenda javës. Brenda javës. Po ke qasje tjetër komplet pse ishe kundër Elonit dhe çfarë do të bësh tani ndryshe? Po tani ti që je për shembull gazetar, Eloni e kupton se si punote, thotë më tregoi thotë se si kaloi ditën e punës. Kjo dhe me thonë ishte cënimi jetës private. Pasi ti për shembull je shkon me shok, je shkon me shoqe me pi një kafe një ashtu, po dhe me thonë ti duhet ta futje në agenda pasi si që dini Elon Musk e ka komplet botën informatike në dorën e tij duke patur nga rrjetet sociale nga gjëra dhe i kontrollon dhe me thonë gjitha dhe me thonë veprimet e tua dhe në qëse nuk korespondonte realiteti me atë që parathue, atëherë të shkakonte në vend, dhe kjo dhe me thonë ishte shumë e rrezikshme për ecurin Hajde. E punës. Hajde këtu si kemi debat konstruktiv. Të ardhmen e qytetarëve. Afro si jemi live. Afro si na ikën edhe hapësira miq. Duhet pato parasysh tani që më mirë është ky apo Elon Musku për të bërë politikën amerikane dhe ndërkombëtare? Do t'i shërbej më mirë le të themi njerëzimit, si ka këtë përçarjen dhe gazi legjenda që njihet botërisht tashmë, edhe si personazh shumë i rëndësishëm i Shqipërisë dhe i Piskut. Mirë është me të vërtetë që t'i shërbejmë njerëzimit, domethënë aq sa kena mundësi, domethënë aq sa spari shqiptare pasi unë gjakun e kam shqiptar dhe me thonë dhe spari atë të ndihmoj, se atë që ke afër të ndihmosh, pastaj indian të kines, dhe me thonë. Ju ishit dakord me këtë politikën që kishte ky Elon Musku me Trumpin? Po, isha shumë dakord, domethënë isha shumë dakord. Po, veç të pija bardh, domethënë nuk ishte dakord me punën e tij, pasi siç e dini, ai vetëm hodhi poshtë ligjin e Teslave për makinave elektrike. Tani ka rënë dhe shitjet e ditë, si e dëmtoi. Edhe brenda ditës ka humbur $140 miliard, domethënë nuk është pak për një njerëz thjesht, Po, tani të flasim për sa i përket programit që ke ti dhe se si është zotëria. Ju jeni? Antoni, jam Antoni. Me çfarë merrni? Me art? Po, merrem me art, domethënë. Me art. Po, dukesh. Tani ça
propozon ti për politikën e Trumpit, pra çfarë do të sjellësh ti risi le të themi Po- në botën? Po s'pari do përmirësoj marrëdhëniet e Shqipërisë me Bankën Botërore dhe FMN-n. E çfarë nuk je dakord ti mund të ndërhysh. Po, gjithashtu dhe Banka Qendrore do të thonë të ketë më shumë investitorë në vendin tonë. Pasi siç e dini vendi jon merr do të thonë bono thesari do të thonë që i kushtojnë merr 650 milion dollar për 10 vite dhe du të kthejnë 1 miliard. Pasi interesi e gjëra do të thonë duke ditur që shtëpia nuk mahet me mirë Po, nuk mahet. është puna që ashtu siç Ja, ka ndërhyrje zotëria. Drejtën, unë mendoj që kur shtëpia është mahal duhet merret edhe bërç për domethënë për të zgjidhur krizën. Po, domethënë Po, nëse merret borxhi i vazhdueshëm, pastaj aty jemi si Shqipëria për shembull ka shkuar GDP-ja. duhet me la borxhin. Duhet la çdo kush nga këto pushtetarët që vjen vetë shmarrin borxhe dhe Unë mendoj Kemi që shpat natyra, mirë është me marr borxhe dhe me kalu krizën, si më thënë. e qartë. Tani kaloj është më krizën. mirë që dal këtë tema, është më mirë të kesh një shok të pasur apo një të varfër dhe që është njëri i mirë. Të dyja mendoj edhe të kesh shok pasur, edhe të një motivator. Një nga këto dyja, si të dyja Jo, shok i pasur mendoj. më mirë pasur. Po, që e ke ekonomist. Po, Te ke impretë dhe i ftohtë në gjykimet tuaja. Ti duhesh ti jesh këshilltar tek Edi Rama për sa i përket pjesës së financave dhe ekonomisë vendit. Varet se si vjen mundësia pastaj se i varfër. E ke menduar ndonjëherë Për çfarë për shembull? që ti jesh Këshilltar kryeministit. Po, këshilltar kryeministit. Se kam menduar ndonjëherë. Sipërmarrës, edhe sipërmarrës, ose kam ndoshta edhe menduar. këshilltar, ose edhe ministër i financës. Se kam menduar ndonjëherë. Se ke menduar? Jo. Po ti vet a ke menduar ndonjëherë që ti mendon për shembull? Po. Mirë është me punu, do me thënë gjithë cilë aq sa ka mundësi, aq sa ka Po ti mundësi. është vetëm të punosh apo edhe të mendosh teksa punon? Apo të mendosh para se punon? Me punu, me arrit Pastaj diçka. mendosh. Po. Po kështu i bit punosh kuturu, punosh pa mend. Apo aga se ti je ndryshe, di unë. Mirë është me punu si mas profesionit, si mas aftësive që ka njeriu, pastaj varet sa të ka dha natyra. Kush natyrë? Natyra varet çfarë talenti ka njerëzit, Natyrë, varet. për shembull ka pemë, ka polena, gjëra që të krijon edhe afeksione ndryshme, shkëputje, gjëra që për shembull ja, shef atë ti? Ka, ç'është? Kumbulla, çfarë është? Ja, s'është as kumbullë. Prandaj është relative. E kanë vendosur një pemë të mesme le të themi që ty duket si kumbull, unë duket si qershi. Çështja është ti ushqen, ha? Është blin thot ai. Është blin, ha? Është Blin blin. është. Por çështja është se çfarë frytë është sjell kjo? Dekorative. Bravo. Është dekorative. Për hije. Është për hije, pra ç'a na shërben, sa na nevojitet për hije. Të Për shërben hije. për hije. Pa shumicën e rasteve ndodhen në trotuar dhe bëjnë aksidente se ata gratë aksidente, ja. me kalamoj, do të thonë kalim me karroca dhe i kapaj makina me 170 në orë dhe 170 që kalon këtu, në këtë rrugë, ë, 170 kam në fjalën orë. në për trotuare që ka pemë dekorative dhe kam bllokuar komplet trotuarin se ata rriten në zgjerohen, ke parasysh dhe bllokojnë komplet rrugën dhe Lalieri duhet ta kishte menduar, Po, prandaj edhe para se ai- ndodhin. Pra, dalim tek ajo që tham që duhet me menduar para se më punuar. Apo, a? Aty du t'jemi, tek ajo që duhet mendosh para se të punosh. Pra ti zgjodhe që të kesh një person, një shok, një mik, të kesh afër dikë që ka pasuri dhe jo që është i mirë dhe është i varfër. I shoku do të thënë që ka pasurinë, nuk ta jep pasurinë, për më ka për veti, do të kesh pasurinë tënde, të kesh ekonominë tënde. Tu pra në ditë se Nuk ti ka ti si që- duhet që ka pasuri. Më mirë të kesh. Hajde, Ai hajde. që ka pasurinë ka për veti, Zotni. s'të jep asgjë. Kemi temë për jo. Tu që edhe unë do ikë se s'kam kohë, A, di se sa e ke minutin? Do t'ikë se s'kam kohë. Faleminderit shumë për intervistën, faleminderit shumë. Tani unë i pyetje vetëm të fundit kam për ta mbyll tani. Pse? Në shkuptim të këtë pse. Thjesht pse? Pse ekzistojmë? Pse dole? Sot. Ja, kështu ishte. Mos e ngatron, mos e. Kështu ishte fati sot, kështu ishte destini, se më thënë. Ore, Kështu ishte destini. Thjesht pse më pse? Në shkuptim do më thënë kjo pse. Ore thjesht pse më në moment top ndal ti, e duke ecë për shembull, fap, thu pse? Pse? Nuk e di, nuk e di. Se nuk e ke di. menduar ndonjë Jo, fare? se- jo, se- Apo ti ishe nga ata që nuk e mendoje kur ti mendon? Ti s'e ke menduar? Pse s'më përshëndete thot? Bravo, ja, është duket që del shpesh tu kene. Mirë.
E nuk kam kohë dhe unë dhe po iki qau. Ti, zakonisht jetën tënde e bën vetëm apo Vetëm. vetëm? Më mirë vetëm apo? A? Vetëm fare. Po desha ndalem te Për ta mbyllur tani gjithë këtë historinë e Trumpit, që do të kishte shumë shpejt kur do të konkretizohet dhe çfarë rrjedhje do të marrë bota. A do shkojë drejt përmirësimit apo se ti kanë filluar të traziren Kaliforni, si që dini, po është e vërtet domethënë për punën e migrantëve, për punën e migrantëve. Po si do të zgjidhesh nëse Trumpi u zotu që do të zgjidhte? Si që dini, Franca kishte një konferencë për oqeanet. Është konferencë botërore domethënë dhe si që dini, oqeanet janë në avullime sipër domethënë dhe kjo pa ujë ky planet do bëhet si planeti Mars, se s'ka ekzistencë pa ujë. Po, se ti se atëherë duke mos patur ujë, s'ka dhe oksigjen pastaj, se nxehtësia e tepër domethënë shkatron gjithçka dhe kjo domethënë duhet menduar për fëmijët e tu, të ardhmen e tyre domethënë, dhe kjo se si mund të kontribuojmë, se si mund të japim një mendim që mos jetë nesër shumë vonë, pasi si që dini fabrikat e karboneve që janë në Kinë, ata ndosin aerin ti ke pas dhe më përpara trenat që kanë qenë me kaldaja, me gjëra domethënë që nxirrin tani çdo gjë bëhet elektrike, çdo gjë bëhet zero karbon domethënë dhe kjo është diçka pozitive domethënë sepse si që dim bota është 8 miliard njerëz dhe po të bënin gjithashtu si ty teke domethënë, atëherë do bëhet e pajetueshme jeta ku në Francë tani dhe në publik ndalohet duhani pasi jo shkakton kancere, jo ndotari, një gjëra domethënë, ka rregulla është bërë strikte domethënë në gjitha drejtimet dhe kjo dhe ne në Shqipëri do të marrim shembull nga këto risit që janë për të mirë të ndobit të komunitetit dhe njerëzve. Shqiptarët më shumë janë në përbuzje, në perëndime, në vende të tjera se sa janë duke u pasuruar duke parë punën e tyre, pasi nuk i dinë rregullat e civilizimit më vëlla, dhe kjo domethënë është një handicap për këta dhe është shumë e dëmshme për ecurinë e tyre në jetë, pasi shumica e tyre kanë dhe ekspozë se s'mund shkojnë më në BE apo s'mund shkojnë më në Amerikë. Unë fakt pyeta për atë se çfarë do bësh ti, çfarë do sjellësh ti me Trumpin tani pasi iku Elon Musk, nxorë jashtë Elonin tani. Është e vërtetë domethënë, është e vërtetë domethënë që prezenca ime në shtëpinë e bardhë është pozitive si për mua vetë personalisht, po edhe për ti si gazetar domethënë se ti e di që unë trimi mirë me shok shumë, dhe tani po qesh unë në shtëpi të bardhë s'lem balët edhe ti më vëlla, se ti e di atë. Po në Mars atje do na kesh, do na marrësh, na ke rujt në cop tokë atje. Po atje shpresoj të bëj një aeroport atje. Do bësh aeroport. Aeroport ushtarak, edhe atëherës lek vu pafund domethënë, me bëhet qefe, me hongër, me pi. Pse me u lodh kështu me net në komë aty, arrim aty 1 kinç përpara i pjekun, edhe birat aty, arka me bira. Një ditë 3 goca aty përreth me na bëj smet. Pak më parë që në Mars nuk ka ajër, por si do rrim atje ne, si s'ka as ajër. E festojmë këtu më vëlla se llogarinë kemi këtu, nuk kemi në Mars, ne në Mars shkem për çefa, rrim 2-3 orë dhe kthehemi prapa, ne shkem për fundjavë në Mars, nuk shkem me jetu atje, Ne e kemi këtu planetin. Ne, pra, robi mund të jetojë për fundjavë, mund të jetojë në Mars, pa oksigjen, s'është problem. E kam fjalën që tani krijohen kushte. Do marrim oksigjen nga këtu dhe çon Mars. Specialet. Ti e ke parasysh dhëndri i Trump Kushner që po krushka finanson Sazon. Hotele, po tani për tani aty nuk jetohet se s'ka asgjë, domethënë vetëm gjarprin ka gjarprin. Po do krijohen kushte domethënë që edhe atje domethënë të bëhet një hotel me 10 yje, 12 yje sa mund të jetë domethënë. Edhe këtë vend ku të vë myet. Edhe domethënë do të jetë diçka për bosat do jetë, nuk do jetë për ata që pastrojnë, ata që rregullojnë, edhe mos kanë në nivel gjykimi se bëhet shumë para gjykues shumë, mos i gjykon njerëz. Se edhe tema sot ka lidhje me tjetër gjë, kupton? Flasim diskriminimi. Po. Gazo, përshëndes Gazo. Uroj që ti jesh rrugë marrë dhe desha të tregoj një histori personale që më ka ndodhur parati jashtë shkurti mirë, po kujdes. Herë tjetër. Shi ka heq me herë, ka heq lokën me legjendë. Është traki skrapari. Traki që pikë mjezi. Gazo. Kumull e përzir me mën, e përzir me thënë, raki plepi, po, me plep. Pa ka raki plepi?
Ha? Kara ki plepi. Se prepin po e bërë belësi, I futë edhe pak sheqer, vetëm Bo dhe raki. Vetëm e zi. A ke mungu? Ka mungu dhe une, jo si ke mungu vërshti. Ka mungu dhe unë. Si ka mirë. Hajde fullimi duke hija se dhe bëjmë pyetje, dhe largohemi çingë. Jo, ke diell, këtu ke hija pra, ke hija. Për shembull, ne do flasim për vetë njeriu, njerëzit që e rrethojnë njeriu. Do lidhem me ju një, pastaj në të përgjithshme. Nuk të kuptova. Si njerëzit që e rrethojnë njeriu. Se s'ka? Po si pra? Pra më mirë të kesh një shok të pasur apo një shok të varfër dhe të mirë. Shoku disi është më bele. Tu janë gjithë varfër. Janë tralla ato që janë pasur. Për me që tush. Nuk qëllo ka remi dhe më. Ja. Ma e sa dush kalon me dorë? Jo, shoku im. Nuk qëllon. Sepse kemi këto politikanë që na kanë bërë kështu, janë kokra ato që janë bosat e Shqipënisë, që merren me ndërtime, me pallate, me gjona, me që s'merren, kupto? Po këtu e keqja është që duhet fillohet nga Aja. Aja? Dhe kush është? Cilë është Aja? Aja është Aja? Pra, është që t'ja fillojnë nga drejtësia. Jo, nga drejtësia. Duke fillu nga notar, avokat, gjyqtar, këto e kanë prish të shtetë. Jo vetëm këtë, po duke fillu mas 93-shit. Kam vite që e të gjëmë drejtësi. Po drejtësi, sepse një notar je prokura koti. Një avokat mbron njerëz me prokura falso. Kur vje funi më udërzu në shtet, iqen prokurat, dalin prokurat tjera. Tani do të bëj pyetje, ne jemi të dy. Po, të dy jemi. Shkoj me një notar, edhe bëjmë një prokur të dy bashkë. Unë vete, tim vete. Si ka mundësi që me të njëjtin datë, me të njëjtin muaj, me të njëjtin vit, me të njëjtin rep, me të njëjtin kol, dalin dy prokura me emra të ndryshëm. Edhe po njëjtin notar, ka që edhe po njëjtin notar pra. A e kupta? Do me thonë, po legu pra, po nuk është legu, po s'ka shtet. Po s'ka po si s'ka shtet më se këtë shtet, këtë shtet, këto që i kanë bërë këto pisliqe, këto që i kanë bërë këto pisliqe, përfundojnë litarë. Po, ja po kjo do e dili unë. Si po thua s'ka drejtësi ndërkohë që... Po s'ka pra. Ilir Metën e ke mren, Erion Velion e ke mren, Ilir Beqin e ke mren, Vëngjur Dakon e ke mren. Ma pal. Fillojmë unë. Kur u arrestun këto, mbasi e bon kalan me pasuri. Ha? Kush ishte Ilir Meta? E diti 92-shën që ka qenë Ilir Meta? Një shtankisht e një student, as gjotë tjetër. Edhe ka qenë një birë, një ushtaraku. Jo, ushtaraku, më kupto? Kush ishte Ilir Beqa? Që su njifte në Tiranë, më vla, Edi Rama, kush ishte? Su njifshin pra, më kupto? Kush ishte Sali Berisha? Një mjek. Edhe sekretar partije, kaq. I kapte në 76-ën, nuk e di që do të linde jeni ju dhe sa vjeç, ishte moda me baseta, edhe me panalona koboj. A i kapte, i thonte i nënte kështu, Sali Berisha pra, kush une? Studentat o vla, studentat. Ishte sekretar partije pra. Na pas ka treguni, ne prapë kemi zgjedhur. Ma fal, një minut. I thonte, shko qetu i mësim. Atyre me panalona kauboja griste. Shko iqi, hajde fotu mësim. Për ne nuk. Kemi pa ajer nëse nga komunizmi, zvritëm komunizm. Që ajri do shqipë. Komunizm jemi, jemi komunizm. Pa. Po si mundë se po e thoni, për shembull Berisha po thoni ju që e ka tregu veten atëherë. Për gjithë ju i njihti gjithë, po e that, kush ka qenë, kush ka qenë. O zoti, disi është muhabeti. Që kanë ardhur akoma në këtë pikë vazhdojnë akoma. Disi është muhabeti. Ky xhax ka 45 vjet punë. Gjersa mumra në fakt duke ndihmu popullsinë kur ra tërmeti i vitit 2000. E majme se ma ke thonë. Në kupta? Edhe kur vje funi, as deshe me dit njeri a ke egzistua, po se ke... A je penduar për këtë që ke dhënë të kontribut ka që pasër për vetëm? Jo, asnjëherë.
edhe po të kem mundësi edhe sot e kësaj E bo dite prap. e jap. E bo prap, E jap pra. Se jemi popull në më vlla, ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Po unë po ta fus ty pra se unë shkoj zjat atë. Po të kuptoj pra. Po ç'm një Po s'ke fajt, nuk e fajt ti o vllai, nuk e fajt Mo ti. kupton drejt apo jo? Nuk e ke Kam fajt përshtypjen ti. që kupton se Po arrim pra po, klillemi bashkë. ne kemi diçka të Se keqe. ti më ndihmo mu, unë i Shit, ta fus që Ne apo ti kemi valla. diçka, Tyre që përmendet ti. diçka të keqe, që ne jemi popull servil. Ty nal. Aha. Më kupton? Po pse animon atë servimin? Servilizmi, unë nimoj se unë së të njofë se si jeti servil Po e apo njofte jo. tani mosh më? Ha? Po e njofte. Si njeri, sa të kem ymën edhe jetë gjatësi, edhe pri gojës time do e jap se them është vllai im, djaku im. Po është servil më bu. Për servil jo më asnjëherë. Po që servil pra e kuptove që është Po servil, dhe tani, animon të japë, si thuti ta let vdesi, po është gjaku jon pra, është populli jon. A e kuptov vllajin ku du me dalë apo jo? Po, të kuptoj. Mbi të gjitha është njeriu më. Për ne bën qef këto. Po më sot ka më shumë servila apo ka njerëz të këtij modeli që po thoni Ja, ju? sa të ka servila. Servilizmi, Ja, s'ka bukë. servilizmi ka arrit. S'kemi lek, buk, makarona, pilav, mish. S'kemi pra qatë, i të rama, s'ke bukej. Pa pun, pa gjo, qakot. E du në buk, të do të taj popli. Pse s'punoj? S'ka dhe Unë punë. e kam fillu punën 14 Jo, më jo, vjeç. se- O zotni, e kam fillu punën 14 vjeç. Diku i thënë 14 vjeç apo jo? E ku në fermë? Pri ferme, 2 vjet, erdha e fillova punën gjë në salator me kupolat e Enver Hoxhës. Edhe nga jo ditë, shkova ushtar, u ktheva prap në ushtri, prap saldator, motogeneratorist, motopompist, nimës, padromist, gjitha punët i kam bo. Gjësa, më la motori. Po sot po shef shteti, si ke kontribu Ku shef shteti, ku do me ditë shteti për njerëzit, po kjo është e keqja, pra. A më kuptov vllajin. Kjo është e keqja, se shteti është kap vetë dhe s'do me ditë, Shkoput. s'do me ditë për mo se ka njerëz poshtë. A ka fukarin, po pse pak fukarin këti që Ne flenë më në ishte rrugë? këtu e tha këtu ju. Po lejnë më atë se ai është tjetër punë, më Ah, kupton? okay, mirë. Po them, pak fukarin këti, se ai ishën për mashallah. Po ke njerëz që jenë sakata, më valla. valla. Qasim si i thonë do të votosh për partinë, do të jesh lëpirës, do të jesh servil. Ai është, Mund të jenë edhe këto. unë e kam Se komshi. nuk e dim historikun. Unë e kam kupton? komshi. Mund të jetë, e ke komshi, okay. Ai nxjerr prindrit që nonën e ka të smun, me mladh kanoqa dhe vetë e peti, Këtu s'jam dakord fare. Këtu s'jam dakord fare. pse s'fola unë? Jo, okay, në rregull. Në rregull. A e kuptov vllajin? Do me thonë, Po mirë, jo situata është kjo ky, që- jo ky, po ke njerëz që edhe të më shumë që flenë në rrugëve, më, s'kan bukë me hongër, më. Jam dakord unë me atë që tuti, më. Po kjo është e keqja, pra, se ky popull ka pranu gjithë jetën në nshtrimin. Vazhdon akoma, edhe pse jemi në demokraci, Pa, ë? si u ka përgjigj ball për ball. Kush je ti më? Kujti bë këto më. Njeri ti, njeri unë. Siç të ka thonë Zoti ymën ty, ma ka thonë edhe mu. S'du me ditë unë kush je më. Po pse si jemi kështu ne pra? Ha? Pse si jemi kështu pra se ju po e thoni Ka- këtu? ka valla? shumë servilizëm. Masa thotë po leje mos fol se do më. O vllai, ka do më shumë shu, servilizëm. Do më A godasi, tani do më diçka- bëj këtë, do më heqi bukën e gojës. Treme valla, treme. Ato na erdhën tu na hoqën brekët, luti Serbia me Shqipëria me Serbi, na hoqën flamurin kombëtar. Ata mi diçka. Del alamet kryeministri ose këto avokat thot i lirë metën e morën me forcë. Po e bëri vetën pra, se ishte kryetar parlamenti, kryetar partie, presidenti, Kryeministri që. ti që je popull, kur dhe polici, uno, kam për të Gjon më të sjarë, vogël. si uno. Po ja, ai mu miqët si Ligji kuro është gangstar. do të jetë i njëjtë për Pa, gjithë. pra, s'du me Gjithë ditë, për gjithë. po kështu avokatësh kemi në. E pe që tha idja, e kanë arrestu, tha, sigur ishte rrugaq. Po rrugaq, po se e kundërshtoj ligjin. Kur e kundërshtoj ai që e njeh, po që se njeh, Gjithë ato bisedën që ju lakoni, gjithë thoni drejtësia është ajo që është. Pa do të vi, a do të vi, do të ketë. A ka gjasa me këto që po shohin? Xhaxhi, Si e sheh? Xhaxhi, inshallah për ju. Po Inshallah po si për e sheh, ju. a ka për Sa misa apo jo, vujtëm ne, ose- sa vujtëm ne mos vuni ju.
A e kupton me kuptim në mirë Jo, fjalës, a? qartë, shumë e drejta, Sepse- po vjet dita që themi, po e themi ne tani për brezit që po vjen. Sepse është një diçka. Shqipëria është kombi më i pasur në botë. Për ça? Është më i pasur në Për botë. ça? Për vlera materiale, për pasuri. Ja, pyet e këta gazetarin se ky është artist. Ujin Edhe e ti- ke. I kanë rënë qafë dhe Mirë pra mirë, ujin e Kjo ke. është e drejtësia që ti Prit pra, i ka rënë qafë. ujin e ke. Gazin e ke. Naftën e ke, do me thonë këta. Shpiraku, Të për shembull, gjitha i ka ky kom. Ço po më të shpiraku. Po pra, sepse e vjedhin këto pra. Kromin i erë, këte... Ka me çdo gjë më vlla. Në fabrika Rubik, që ka pas Shqipëria, në Rubik vllai, apo si kemi në më? 82, në 85-ën kam punuar përballë uzinës që u prodhonte Flori. Edhe ky Ilir I Meta. asa desh, pse ai ka marrë vërtet Floride. Prit pra, kështu thojnë mos se s'kemi pa gjona. S'kena pa gjona. Më kupton se Se ka dikush dokument ose du video me në jot du në me thot. thonë kaq që u prodhonte Flori. Edhe Xhaxhi ka punu mirë për të ushtarak aty ballë për ballë uzinës. Ishe freskët. Edhe një gjosha nga Venalit, se unë Pa. s'kam myna unë kisha punën time, që uzina prodhonte 5 kg arë Në ditë? në ditë. 5. Arë, 5. S'po them që ndoshta edhe çdo turn nga 5, po them 5 kg në arë në Është ditë. mjaftueshëm, a? Si jo më 30 ditë ka 5. Është i bim, do 5 kg arë është më mirë se 5 kg kokainë për shembull, se Ajo kokainat me në qavlaj. jo, Mbase po flasim për nga ana edhe ekonomike, Jo, më vlla, jo, Nga se ana ekonomike kjo për të është- rritur le të themi ekonominë e Ajo vendit, se kokaina- sot ne kemi zëvendësuar arin ajo që thatë ju me kokainë- kokainë me ajo kokaina e zhduku këte këmpë. O Xhaxhi, mosha ime s'ka pas, nuk ka pas në jerë drogë, as Ne vrasje. po flasim nga ekonomia. Prit, as vrasje, po droga pra i bo këta. Në kur uzishim bashkë, Po? po ishe i zote më mraf, ti pësha dorë në me u pafshë. E pranoshe. E pranoshe. Ishe ma i fort. Kurse sot të vret ai. S'ka, janë bo me gjona tjera. Po prit më si vritet robi më bu. Se ne jemi ato shqiptar që para 90-s nuk thashim do t'i pull se s'kishim zemër. Sot ne vrasim njerëz. Si shpjegohet? Ka shpejt. Ma shpjegoj qik, ma Jo, shpjegoj. sa rrit do ta shpjegoj. Ha? Nuk tu nge kap ngush. Ne ishim ai popull që na vinte keq me theri pull. Jo me vra njeri. Tu kemi arrit na. Shqipëria është drejt fundit. Po inshallah se kemi Po, kismet. jo, ma ne ka shku më për... A e kuptoj. Jo, e Por, ke gabim. dikush që na ngjon thot tani ore këto gjona që thu ti nollin gjithë botën apo çfarë po na Po let nollin na Janë bo jemi filma ka thonë një O vllai, tjetër. ne jemi shqiptar, urti shok. Po. Shqiptari se ka pas tradita. Po, Kupto? Shqiptari ka qenë shumë bënde për njëri tjetrin. Unë po të qifsha i njeri aty, moshën tate edhe më tre, që kishte pira aki. Në qofë se do t'a njifsha, do t'a mërsha për kraut t'a qosha në shpi. Po sot atë nga të njëri, s'ke vdek aty, as s'ka t'a më, po. nuk ka më në për rrugë. A pra po kjo është e keqe. Jo, nuk ka më njerëz në për rrugë që... Jo më jo ka sa dushare, më kupta? Zotni, Kjo është e keqe. je i nderuar, Respekto, faleminderit që me faleminderit. ty gjithmonë bëj një bisedë Djali, ndryshe dhe flasim gjëra që duhen. Përshëndes. Shëndet. Ti jeni mirë. Demokrati i flagut. Po, demokrati. Demokrati. Në i flagut se be shiten, Ha, kush është shiti? po dhe me shiten, Po edhe na dhe shik lajm më të reja na Ha. jep çik frym pozitive, jetë, ta shohim jetën çik më tjetër soi. Shqiptari zbajen e kalon turgu 500 vjet Vazhdon mrapa. akoma. Po, kalon turgu 500, plus ta komunistë mrapa, ky vend s'bëhet më. Nuk bëhet, ë? Jo, të kemi shtën nga Zoti, po për njerëzit, kemi vdek me kohë. Të Si sponi, kaq pesimist unë. Gjithashtu, S'mund sa- kaq pesimist. unë. gjithashtu se Okej, kanë Do gjetur. të thosh unë jam realist, nuk jam pesimist, se ky është e vërteta. Po pse duhet më ushqy vetëm vlera negative, apo si ka njerëz që janë Po çfarë mirë në njerëz? jetën e tyre ti thu jep me jep llave helm. ka, me llave, vepra, Si vepra. jep helm njerëzve? Tu janë qylcat, demelat, spionat kanë gjeltu. Ku ka punëtor ta më këtu? Po vin nga Filipinë, nga India, po punë, shqiptari do lokal, pa Allariu.
Edhe për ty edhe se më Buk nuk është kanë thonë. pa vlerë. Më thonë herë pas here thonë, po ky çfarë fesë një jep mend thotë tani këtë po me bicikletë shohim gjithë netën. Po më shatar kam edhe, më 50 tira kam. Ta shtu zhvillon Ti tira. puni apo? Ti punë. Ujari punon, është Fatorino, vazhdon të jesh në Fatorino. Punoj. Pa shi që kisha rraf njonin atje. Apo si ishte ti Ka aty? bëdhali ka bëdhali sa dush apo. E rraf, e? I zona. Jo, nuk zim. S'ka bëth nga s'mo një model është. S'ka byll në një Ja, ngacmoj ja, dy. ja, ja, ja. Pse? Kam zemë të mirë, ka thënë zoti zemë. Të lumsha, ha. Më ka Ai dhënë. ke dal fiks ke tema apo jo? Po të vjet po, bravo, po ka. Ka Ke sprevin. dal fiks ke tema. Tani më mirë të kesh i shok të pasur apo një shok të varfër dhe të mirë. Më mirë varfër. Më mirë varfër dhe mirë ta ke shokun apo Po, të pasur? Po që çfarë të pasur? çfarë zgjidhet ti apo i varfër? I varfër shkel me kohë me çka është më keq. Si? Ai që ka është më keq. Ai Shkel që me ka, kohë. po. E shon ato bujë që nuk të falen që kanë lek. Ai varfër t'jap. Ti jep, ha? Që ne që 30 dorë kështu. Ati që ka. Ai që ka ai që s'ka me që ne po përshtyr si fare. po përshtyr fare. Se jam astri zbrej gjatë të marrë mirë më shumë e zona, ne. Me t'japin ta forit. Ai që ka se ai shef. Për ne ke zgjedhë ti te linjën që t'japin ato, për ne. Po, me Shokit gjë- pasur ti s'japin Po asgjë. si të lash Fatorina një lënë. Po mirë, i momentu, se okay, ky mund të jetë njëri mirë ky i varfër. Po s'ka mundësi më të ndihmu nga ana Po ekonomike. që ne se ngrehet e keq të më thotë. Dhe Okej, po jo, bëjmë që ne. s'kupton. Po nesër nëse ke problem me shqetësim, duhen lek dhe ky pasur i ka. Po ky i varfër nuk ka. Po është i mirë, por nuk ka, nuk ndihmon dot. Edhe që ka s'ja pja. Edhe i sta jep, edhe sado që është i pasur. Sot në realitetin ton, sot ka më shumë njerëz të mirë dhe të varfër apo të pasur? Më bit varfër. Varfër është Jo, gjithmonë çka më ka mirë. më çka ka më shumë sot? Sot më, varfër ka më shumë tjetër. Varfër po janë të mirë. Mirë. Prandaj jemi ku jemi ne. Ja. E gjallë, Më se këta se ka se plotër njës, se ku shkën, se ku gjen lek vërdalla ka. Ku gjen lekët? Të duhet spago, vë spago rote, po Po, spago, po digji spago. brabak, digji çet brabart. Po, jo. Digji vë. Jo. Shumë mirë. Je. Ditë prap herë tjetër. Ti jam. dile po në skandal se. Do çik serioze, po kur tani të flasim seriozisht se kur bëjnë gjëra të pisë, detyrimisht duhen gjëra dhe Po, do të më serioze. thonë edhe serioze. Ne jena shumë serioz me atë se çfarë bëjmë, pastaj atë se çka thuti edhe si është qëndrimi yt, e keti në dorë. Un kam atë që kam në dorë, mikrofonin. A, mikrofonin, tha se Mikrofonin. kishe jo, tha se kishe qeverini. Qeverin. Qeverin. Qose dikush do thotë që e kam në dorë qeverin, edhe vetë ai që e ka sot qeverin, edhe ai nuk është i sigurt ai ka apo jo. A këtë se Ëh, dimë, te se dim. Pa kjo është ajo që është dilema më e madhe për ne do të kalojmë një temë se un po mundohem ta çoj kështu komplet atë. Merren edhe ta që merren. Po, ndryshosh, ta ndryshojmë merren me gjona pak më serioze si Pa është ta edhe. dëgjojmë një herë. Pra, sot në jetën tonë, ti vetë ose në përgjithësi si e sheh, duhet ta lidh që nga ty, pastaj si e sheh të përgjithshmen. Më mirë është të kesh një shok të mirë dhe jo mirë nga ana ekonomike, i varfër, apo një shok pasur që mungoj shumë gjëra tjera për të qenë njeri. Duhen të dyja. Po që duhet të dyja ajo, se di, a ekziston apo jo? Duhen të dyja për arsye se kohët që kanë ardhur sot, patjetër që ekzistojnë të dyja gjërat. Ekzistojnë të dyja anët e shoqërisë, si ata që janë të varfër dhe si ata që janë të pasur. Por tek tani ne duam të flasim realitetin, unë i kam të dy. I ke të Do dyja. të thënë, i kam të dyja palet. Po, Kam edhe ata shok që të mirë. janë shok të mirë edhe të varfër, po kam dhe nga ata që janë të pasur, por në krahun tjetër tregojnë si të Rrimu thuash si mos pak. ngjoj se mos të dëgjoj se thonë janë i thu pastaj që janë të pasur por nuk janë shok të Jo, mirë. janë në sensi pak më jo të vendosur, po e Tani shoh kush kështu. të shpërgjigj më mirë ty pra, për gjëra, për nevoja që ose të është gjendur më shumë pranë ose që ti e vlerëson më shumë atë që është i pasur apo atë që është i varfër dhe është i mirë. A mund ta nis me një kundërpyetje? Po. Do më bësh pyetje mua? Jo, thjesht Ishe një përgatitur? thjesht një kundërpyetje. Me që e nxorë këtu, po ta bëj kështu. Tani, nga kemi ardhur ne? Ne kemi ardhur nga pasuria e madhe? Jo. Po detyrisht. Punojmë sa, ja, e thot vetë na ktheu Ne i gjithë. ktheu. Punojmë Kështu valla që- pra çdo ditë duke Prandaj po themi, ne kemi ardhur të gjithë nga shtresat që janë minimale. Stresat kanë qenë zero, kota e e kishe teme. për sa i përket, domethënë Po, po, ku desha kemi ardhur të ne them- po fillimi i njerëzimit thua ti. Jo, Si ne u themi, po kur themi Ka dhe nga ata që ne, kanë ardhur pasur, e kanë pas familjen e pasur, e ku kanë ardhur. po tani ky breziri është rritur edhe me telefonin në duar, e me teknologji e me Sa gjitha. ka dalë fat ka Po- telefonin. Prandaj po themi, kështu që pjesa e ne flasim të parët tanë kanë ardhur nga kushte shumë të vështira. Dhe mirë duke u rritur me këtë mentalitet që ne duhet jemi me këmbë në tokë, Po. patjetër që
jo gjithmonë na duhet për shembull ai i pasuri, sepse nuk mua s'më vlen pasuria, në aspektin personal mua s'më vlen pasuria e dikujt. Unë dua mbështet, thjesht edhe mbështetjen me fjalë. Thjesht atë mirëmëngjesi, po të jetë pa e mirëmëngjes e thjesht. Kuptoj, po vjen moment thua ke mirë, robi mirë, më thot mirëmëngjes, më vlerëson, më këshillon, më jep sugjerime, ma bën jetën më të lehtë, por vjen moment duhet ajo paraja. Duhet paraja, po duhet kur e do dikë, kur e do në sensin edhe si shok, edhe si mik, si ose mund ta konsiderosh edhe vëlla. Unë kam një shok timi që unë e konsideroj vëlla. Ka vëllezër sot nga shokët që janë vëllezër? Duhet pak kohë që ti bësh, po ka. Sa kohë, sa investim ke tek ai? Unë mund të them padyshim që ka qenë anasjellt, do të thënë si nga ti. Po, ka qenë të paktën për 4 vite. Është këtu në Tiranë. Po. Aktualisht. Jam rritur me të në shkollë, dhe në shkollën e lartë, dhe patjetër pastaj mbas asaj ne vazhdojmë sot komunikim dhe unë e takoj pothuajse. Po çfarë interesi ke që ke shokun? Jemi interes du të kesh e ke. Çfarë lidh domethënë? Është përveç se ose ai tek ti për shembull, e ke arrit ta kuptosh për shembull çfarë mund të ketë. Di se çfarë unë thash që jo gjithmonë varet ajo pasuria, sepse jo mund të kesh interes tjetër për shembull. Jo, përveç se anës miqësore me të, domethënë ndjehesh mirë. Ndjehem mirë, në prezencë të tij ndjehem mirë. Domethënë mund t'i besoj gjithçka. Sepse unë e thash, jam rritur në 4 vite, unë jam rritur me të. E kuptoj. Domethënë jam rritur, e nisim bashkë ditën, pothuajse edhe në atë çdo gjë në sensin midis shokëve e ndalim së bashku. Mes shokësh domethënë. Mes shokësh. Dhe detyrimisht pastaj kur bëjnë gjërat familjare, kthehet bëhet më. A keni bollë familjare? Familjare, në sensin po po se i bën pjesë tise. Jo, familjare në kuptimin që keni hyrë dalje dhe pra njiheni edhe familjarisht me prindërit e tjerë, pra s'ka, nuk ka asgjë të keqe. Tani mos e bëj pjesë pyetjen, por a ka pasur që ti e ke larguar një shok që ke pasur shok, një njerëz që ke pasur shok? Shoqe, kam larguar. Jo, edhe këtë e ke bën. Sot po lufton njerëz si me bo shoqe ti thu, kam largu shoqe. Është, do them, jo në kohë të thash, paktën për mua nuk vlen ana e pasurisë. Dhe kur tjetri ta kthen anën, kështu donte spa nuk ishte leje. Kur kthem në anën materiale, se dakor, të gjithë kemi nevojë në një moment për ndihmë dhe unë po drejtohem ty më jep sot. Po jo më po. Unë drejtohem më jep sot 10.000 lekë, më jep ne apo më duhet në një moment hajtë sa të kërkojnë ndihmë. Kurse pjesa e kësaj të bëj një tjetër për ne. Do të japësh atij tjetrit? Ti ke unë? Jo, nesër ty. Po, ku kthen gjërat nga ana materiale? Kthen gjërat nga ana materiale dhe e thash në një moment deri këtu stop, edhe pse kisha shumë. Ma mund na thush se nuk po i përmendim emrin e personit në fjalë, por çfarë ishte për shkak që të kuptojmë edhe thelbin e gjës, ndoshta mund të ketë njerëz që lidhen dhe historitë e tyre. Që tek pjesa edhe e parave, sepse ajo ishte një nga paktën nuk kishte nevojë të kërkonte ndihmë sepse prindrit e saj e mbanin si thua në plot të dorës. Po thjesht ishte bërë vesë saj. Thjesht e kishte bërë vesë që të qëndronte dhe të jetonte në kurrizë të tjerëve. Sot është këngëtare. Këngëtare. E kam patur në klasë. Sot është këngëtare, e kam seriozisht, sot është këngëtare. Është e muzikës popullore. Popullore. Bën lek për dasmë dhe prapë kërkote lek. Dhe këtu e përpara. Jo, nuk është ajo, jo. Merita Halili thotë, po jo, s'ka Merita Halili. S'është Merita, është. Parashikisi Magu se Jo. Atë e kanë marrë këto, e kanë marrë tjetër fondacion, ai është Blendi Fevziu në kohë me gjithë të tjetrën. Po e them shkurt, e quajnë i flasin Ela. Kaç? Ela. Ela? Është nga Korça? Jo. Andaj në jugu është, po jo nga Korça. Jo nga Korça. Kështu që mirë. Kalojmë tani, ç'a ndodhi si e kuptove dhe si a the për shkak si e largove me stil tjetër. Po vinë një moment i thash duke i thënë që s'kam sot, s'kam nesër, jo po ti punon, jo po bën kështu, jo ti sjell. Kërkote vlera të mëdha shumë? Po gjithmonë gjendën një justifikim sepse thoshte në fakt që e paguanin prindrit, domethënë sa mori vetën se ti paguaj dritat dhe ujë. Ja thoshte jo po më duhen për dritat, jo po më duhen për qeran, jo s'm dha lek prindrit, jo po domethënë shkonin ato, po tani një herë thash, një herë ne mund ta ndihmojmë se është diçka, por të kthehet pastaj të bëhet vesë. Është prandaj jo gjithmonë. Sa kohë që e larguar, që e ke larguar atë? Ha? Është 5 vite. Po kishe 4 vjet që një vjet 5 vite. Jo, ne ishim që të vegjël sepse kemi qenë që nga shkolla. Që nga shkolla, thashë ishte. Që nga shkolla, jo, që nga shkolla, që nga, domethënë, pjesa e shkollës dhe u ritëm bashkë, ajo vazhdoi pasaj sepse edhe në këndim
e nisi me, nuk e di se si ka dalë këngëtare. Mirë, megjithësi Megjithatë, ajo këndon suksese saj dhe uroj që të shërohet nga ky vest, le të themi se edhe vestet kthehen në një. Por unë do thoya që vetëm do ta jepja një mesazh Po, këtu dalim tani. të bëjmë shumë kujdes në atë çfarë ne zgjedhim si pjesë e shoqërisë tonë, sepse jo të gjithë janë njësoj. Sot shoqëria duhet të jetë e pastër nga të dyja ose nga të gjitha palët dhe të mos ketë çështje interesi. Dhe bi që të rish frenato, do të rish frenato, ne do të rim të frenuar dhe të vendosim barriera midis njohjeve të reja ose shokëve njerëzve. Jo, nuk ka ndonjë çudi të madhe për të njohur një shok ose një shoqe të re, ama duhet kemi kujdes, eksperjenca e jetës ose vitet që kalojnë të japin një lloj mësimi të mirë që ne duhet bëjmë kujdes në atë çfarë zgjedhim. Po përse ne na e kanë thonë gjithmonë, edhe kur jemi rritur ndër breza është thënë ajo që zgjidhe shoku më të mirë se veten. Se kanë kaluar, do funksionon më si shprehje. Nuk funksionon. Me kohë që kanë ardhur nuk funksionon më si shprehje. S'kam. Nuk ka shok mirë fare thotë? Ka, po janë shumë të rrallë, që duhet me kohë që kanë ardhur duhet shumë kohë. Ti me fat që e ke atë shoku, një e kishe ti. Një po. Mjafton një sa për 1000. A ke frikë që mund të rrezikohet për shembull kjo shoqëria juaj, të ketë probleme, krisje për shembull? Ka patur raste edhe na kanë përçarë dhe jemi sot prapë këtu. Po, këto situatat politike për shembull, ndërkombëtare, gjeopolitike ndikojnë në prishjen marrëdhënies tuaj? As pak. Ngrohja globale këto? Jo, deri më tani e ka treguar që nuk është prishur nga asgjë pjesa e shoqërisë tonë. Po, këto kërcënimet që bën ai Putin që thotë do e çojë atë bombën bërthamore, luftrat e tjera. Ai mundi bëj, ka gjërat vetë pisk. Nuk ndikon fare. Po këto situata tani që në Kaliforni, Los Angeles, që kanë dalë tani ushtria, policia me migrantët që i sulmojnë, i kthehen. Duhet kur gjërat bëhen pisk nga të tjerët, ndoshta kemi dhe ne. Për momentin se kemi kuptuar që kemi gjërat pisk. Nuk e kemi. Por tentativa për të rregulluar situatën, për ta përmirësuar, vjen edhe nga ti apo edhe nga pala tjetër? Po tjetër që është e përbashkët. Nëse nuk vjen nga pala tjetër ti, nuk do e vlerësoje. Jo, nuk mërzitesh, sepse unë do të bëja timen deri në fund. Unë kam bërë këtë gjë që i kam qëndruar, unë po e besoj. Unë kam një partnere. Kam partnere dhe e besoni që jam kthyer mbas 2 vite gjysmë dhe sot ka vetëm pak ditë që unë kam rregulluar sërish atë marrëdhënie. Mbas 2 vite gjysmë shkëputje. Domethënë po jo shkëputje, jo thjesht shkëputje, po zënka të vazhdueshme. Domethënë secili atë kokën e vet, e kupton që e ke ti fajin, e kam unë, është kjo gabim, është ajo. Dhe me gjithë ato oscilacionet në 2 vite gjysmë, ne sot ka filluar një bisedë njësoj si përpara 2 vite gjysmë. Po si e zbërthyt atë piskun pra? Si e zbërthyt? Pikërisht thjesht biseda. Ajo çfarë na kishte munguar. Komunikimi pra është ai që, komunikimi është çelësi, çdo marrëdhënie, çdo suksesi le të themi. Është vërtet edhe në anën shoqërore, edhe në anën e dashurisë, edhe në gjithçka, edhe në anën miqësore, është gjithë ajo është pjesa e komunikimit që mund ta zgjidhë. Nuk është turp që ne t'i drejtohemi dikujt ose qoftë edhe për një ndihmë me fjalë. Thjesht edhe një fjalë e tjetër, kam shpëtuar e besoni të them diçka. Kam shpëtuar diçka. Sa vite keni qenë të lidhur bashkë? Që jeni investuar të kemi tjetër 5 vite. Do ishin 7 gjysmë, por që ke pasur një shkëputje 2 gjysmë, tani po jam 5. Mas 5. Njëtin mendim ke edhe ti, vlerëson edhe krau tjetër këtë gjë që u bë mirë që u e përmirësuat komunikimin dhe lidhjen tuaj. E kishim përmendur gjatë 2 viteve e gjysmë që ishim kështu zënga e si thua gricje me njëri tjetrin, që le të provojmë, le të japim një shans sepse nuk është se patëm ndonjë, si thua, ndonjë prerje me thik që ose nuk ishte diçka shumë serioze. Po, nuk është se ishte thjesht për kjo agravoi dhe u fryi shumë. Dhe unë kisha folur, ajo nuk e dinte, në fakt unë kisha folur me vllajën e saj, vllai i saj jeton në Greqi, e kisha takuar këtu në Tiranë dhe ajo se dinte. Në momentin që i thash unë kam gjërat konkrete. Po. Tha, po jo, si do ta zgjidhësh këtë punë shumë. Fole ti me foli me ty se ndryshon pak raporti. Jo, domethënë, ai e dinte që ne flisnim. Po, shkujt ai pastaj pasi ndodhi kjo ndarja? Apo shkujt ti? I thash që këtu gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duam, i thash, por dhe nëse gjëja shkëputet, nuk ka ndodhur asnjë lloj gjëje e keqe, thjesht një diçka normale që mund ndodhet mes dy dashuruarve. Kjo është e gjitha kjo, por a është le të themi pas 2 vitesh e gjysmë, a është po njëjta marrëdhënie, po njëjta ndjesi, po njëjta apo është bërë më e fortë, më e dobët? Si e sheh?
Tani është pak është pisk ose e ndërlikuar, sepse po. Tani këtë gjëra që kur rikthesh sërish në Ai ke besimin le të themi se është kryesore. Është pjesa e lëkundjes, nuk është ai besimi, do të thonë tek të dy. Do prap kohë. Do një lloj shumë punë për ta çuar atje ku u nis, sepse tani s'tregojnë të gjitha. Punë do. Nuk tregojnë të gjitha. Duhet shumë punë për ta rregulluar. Faleminderit shumë për mesazhet që na dhe histori nga vetja personale, që njerëzit mos kenë ndroje, t'japim gjëra që ne na ndodhin, pse jo, se ndoshta mund të shërbim për mirë dhe për pjesën tjetër. Kjo është për të vlerësuar kjo që ti na tregove nga historitë tuaja, nga përvojat tuaja, nga eksperiencat tuaja, se kjo tregon që ndoshta edhe ato që e mendojnë pak më ndryshe, ju jeni treguar të dy tolerant, një pikë pas 2 vitesh e gjys. Po, 2 vite e gjys. Dhe keni treguar njerëzillëk dhe keni shtruar, keni gjetur atë situatën tuaj pisk për ta zbërthyer dhe për të dhënë zgjidhje për të mirën e përbashkët. Është vërtet. Është një gjë, unë do thosha që sot edhe pse ka pak lëkundje te pjesa e besimit, më tepër janë shtuar ato pyetjet pse. Do të thënë, pse kështu, pse ashtu, por që nuk është më ajo zënka, do të thënë, ajo çfarë ndodhi në 2 vite e gjysmë nuk është. Janë ditë e para, mos 2 vite e gjysmë gjërave pisk, arritën dhe si thua po i marrim pak me qetësi. Dhe ndoshta edhe telefoni në këtë moment duhet jetë rënd. Po, sepse për ta mbyllur tani me gjithë ato çka folën nuk ka lidhje me pyetjen që unë do të bëj tani. Thjesht pyetja është shumë e thjeshtë, bazike dhe shumë e natyrshme. Pse? Pse s'është edhe aq e kollajt? Varet. Jo, është pyetje thjesht nga unë, përgjigjja nuk e di, varet. Pse? Pse për çfarë? Se tani ka një pse, po ka dhe çfarë? Përse? Jo, janë dy pyetje të ndryshme, nuk bëhen. Edhe pse edhe çfarë të bëhen në një fjali pyetje. Jo, dakord, me këtë nuk qëndrojmë. Ose pse ose çfarë? Po po them pse, sot do ta bëjmë me pse, nesër ndoshta bëjmë me çfarë. Pse? Do par pa kjo pjesa e kësaj pyetjes pse, se ka shumë enigma në mbrapa. Por u them që për marrë në të rësi, sepse duan që të ndodhin. Duan që të ndodhin. Duan, gjithë shka ndodh në këtë jetë, duhet të ndodhin. Po pse? Po, është shkruar për të ndodhur një gjë e tillë. Si çfarë lloj gjëje? Është edhe që tek martesat, që tek edhe ato zëngat që ne themi hajde se jo e kemi ne në dorë. Por do të vinë një moment që do të zihemi, do ta kemi diçka që do të gricemi me të tjerat. Kështu që janë gjëra që ndodhin, janë të shkruara. Pse duhet të shkruajmë, pse duhet të ndodhin, pse tani në leximet e kush i ka qef leximet, ata që zgjedhin të lexojnë kanë gjetur shkrime që edhe përpara janë thënë shumë përpara për mos thënë para erës sonë, vite goxha përpara që këto gjëra do të ndodhin, edhe tërmetet, edhe pjesa e vulkaneve, lufta e tretë, lufta unë mendoj që për këtë luftën e tretë, lufta e tretë ka vite që ka ndodhur, dhe sidomos këtu në vendin tonë. Ka ndodhur? Lufta e tretë? Ka nisur, ka nisur. Ka nisur, e di përse? Po do ketë luftë e tretë apo jo? Po lufta e tretë nuk ka, ne po themi është akoma lufta e tretë, por është lufta për mbijetesë, po ku ka gjë më të rëndë për të mos kesh bukë për darkë në shtëpi. Për të mos kesh. Po shumica po ti shikosh tani, të hedhim një vështrim të lirë, edhe nëpërmjet kamerës, i shikojnë që njerëzit belbëzojnë me vete. Ka kohë, që jemi të zgjuar. Dhe nuk e mbajmë dot gjithë ato informacion që kemi dhe ja japim edhe të tjerëve. Po shikoj se çfarë ndodhet që në fytyrat e shumë njerëzve kuptohet që ka një lloj mërzie me jetën dhe me ato çfarë ndodhi, me realitetin që jemi. Sot kemi çmimet e larta dhe në fund kur shkojmë tek bankomati, sa i marrim nga bankomati e bankës, vemi çojmë i dorëzojmë aty sepse edhe në fund s'kemi asnjë. Unë për shembull kam vendosur, se thash edhe në fillim që mos merrem me këto tema, por ti prapë orientove te kjo bisedë prapë. Po si ka mundësi më, realiteti është kjo që thoni ju, pra si është aty në sytë tuaj që ka njerëz që belbëzojnë, flasin, ekonomia është shumë e dobët, çmimet shumë të larta, kushtet e jetesës të papërballueshme për njerëzit, për masën. Po si mundet që ky prapë të marri, ose jo ky, po kushdo nga këta, të marri kaq shumë pushtet, të qëndroj për herë të katërt. Nuk po them se krau tjetër mos keq kuptohen për ato se kam thënë disa herë, por duket sikur po bëhemi mërzitshëm, se s'më intereson fare asnjë palë.
ndjall vafshin gjithë ato që tu jemi shkatrojnë të njësoj. vëmendje të njerëz. Tu jemi njësoj me pjesën e politikës, jemi Por njësoj. si mundet vëlla? Si mundet që pra nuk arrit kuptoj, domethënë si mundet të njerëz shkojnë votojnë akoma? Në intervistën e të njerëz? kaluar, unë thash që nuk ka politik. Nuk ka kundërshtar. Po. Duke mos patur kundërshtar, është kthyer ajo koha e Po më këto e monizmit. kanë bërë qëllimisht më burse, edhe ky kundërshtari që është i këtij, le të themi, është se ky don të jetë ai kundërshtar. Po patjetër qeveria do që të ketë kundërshtar jo të qëndrueshëm në sensin edhe Inexistent, valla, inexistent. Dhe pikërisht kundërshtarët e kësaj qeverie, duam apo s'duam ne, janë njerëz të cilët sot nuk kanë çfarë t'japin. Për mos të thënë ndonjë gjë tjetër të rënd që i dim, nuk është se po i them unë, por janë njerëz të cilët e kanë humbur besimin te qytetarët. Duke mos patur besimin te qytetarët, patjetër që kanë vetëm një zgjedhje e cila është partia ose një parti e caktuar. Por për çudi të duket që me partitë e reja që u ofruan, kjo ishte problem. Si nuk i besuan emrave të rinj, po zgjodhen sërish ata të cilët kanë vite që Po ndoshta edhe këto nuk dinin të vinin tek elektorati, tek njerëzit, tek qytetarët, tek shqiptarët. Mos ndoshta është edhe kështu. Ishte edhe Ose është edhe qasja e tyre, është qasja, tamam. Edhe qasja e shumë figurave, për shembull, mund të ishte avokati Lapaj, mund të ishte për shembull pjesë kërkoj ndjes si e përmenda, por thjesht e kam në sensin e punës së tij, sepse janë njerëz të cilët kanë për shembull Gjirokasa ka qenë një mësuese e Partisë Demokratike, nuk doli sepse ishte deputet kryetari i Partisë Demokratike i Degës aty, i vetmi deputet që doli ishte zoti është Shehu, i cili është kryetari i Partisë Demokratike për Degën e Gjirokasës. Votat i mblodhi është Mjeke, ndërkohë që deputet doli tjetër kush. Kjo është ajo pislliku që bëhet, pra kjo është. Prandaj thash kanë humbur tu. Dhe po vetë njerëzit kanë faj njerëzit apo kanë faj politika me këto lojrat që bëhen këto. No, detyrimisht faji është i vetë tyre. Vetë atyre. E kanë vetë fajin politikanë. Kanë bërë në atë formë pra që ne ngado që të Tamam, sido që të dridhemi, aty e kemi tek aty e kemi mendjen te politika, se gati do thosha një gjë tjetër. Aty e kemi. Përshëndes, faleminderit shumë. Ishte por unë besoj tani duhet ma thush në fillim se bëjmë bisedë kështu jo kështu se paragjikove që në fillim, domethënë. Si ishte gjithë biseda, intervista, kjo gjë që bash bisedum bashk? Më bisedë thjesht se bënde zgjedhje. Unë do thosha që si? Bisedë thjesht. Nuk pëlqeu. Jo, kush të s'më pëlqeu? Thash bisedë thjesht dhe unë këto pëlqej, bisedën e thjesht, s'më interesoj fjalët e mëdha. Tani, nëse më kuptove çfarë thash, unë thash që pëlqej gjërat e thjeshta. Jo, mos e nuk para kuptoj direkt më herë të parë. Po rregull. Përshëndes, ti je mirë. Kjo Shqipëria është si kështu si kur në vetë le të themi. Ka filluar vinë njerëz nga ana e kënd botës, vetëm në Shqipëri si morin vesh që tu ka lloj energjie pozitive. Do të etosh vetë këtu që të kuptosh se prandaj edhe ato e kanë dëgjuar nga të tjerë, vinë ta provojnë një herë. Se kështu me teorira me A s'është e vërtetë? Po çfarë? Që këtu në Shqipëri po nuk dëgjon të Sali Berishën për ditë çfarë si flet. Unë e dëgjoj me Karazi, e dëgjoj, po s'arri të kuptoj as Berishën, as Ramën. Atë rëm Vilien, atë e ka pas kuptuar, po se dëgjoj më tani, nuk ja kanë heqë, kanë nuk gojën, ku diun. Ai bot sa shkërime kështu po unë s'di të lexoj. S'di të lexosh? Edhe del me mikrofon. Di vesh flas më burr, për të lexuar nuk di. Ato që flasin nuk i dëgjoj mirë këto politika. Po çfarë flasin? Po çfarë thon ata? Po po si. As si dëgjove. Unë ndjej për ditë dhe ndëgjoj atë Sali Berishën. Çfarë thonë ai? Edhe ngel kështu i shasisur, si ka mundsi një delikuent, një maskaranj, që uri flet mes qytetit, mes penxherë. Në penxherën e hypati në penxherë, flet çfarë flet? Po ka dalë nga penxhere, s'është më penxhere. Ai fillon fillon ato zgjedhjet mita. Dol nga fillon zgjedhjet në rregull. Po bondore i thon, shiko. I thon. Po mbet zgjedhjet. I thonë, se zgjedhjet neve, neve do fitojmë kështu, ore zotni. I ke ne, jo, ai kishte një plan e ka kujdisur aq mirë. Sa ka 10 ditë, 20 ditë që ata s'po i disen. Se ka bërë planin e... Ç'e planish? Ka bërë që të sabotoj zgjedhjet. Kush Berisha? Do përsëritën zgjedhjet nga fillimi prapë. Përsëritën zgjedhjet, 2 sekonda se erdhi. Merë.
Do Veçrin hijes o vap. do përsëritën zgjedhjet prapë nga fillimi. Zgjedhjet janë bërë në rregull. Ai do t'i përsëritë se jo se ai ka kështu, jo po se ky vë, jo po se ka ashtu, Po jo si po se shpjegon ti situatën e zgjedhjeve? Si shpjegon? E meritonte, e votuan njerëzit. Zgjedhjet u bën në rregull. Po është dikush që i saboton, që nuk leverdis të Fitoi Edi Rama se sabotoi Berisha, ishte fitoi Tirana. Fitoi ai sa Edi kishte. Rama, jo Tiranë. Edi Rama. Po. Fitoi ai. Ata nuk e pranojnë. Se çfarë pranojnë ata kur vazhdojnë drejtim me vesh. Ti thua ka qenë në rregull, çfarë do të gjë? Po ka qenë në rregull, se po mos ishte rregull, ishte bllokuar e ky në fillim. Ata vazhdojnë akoma sikur s'kan bërë asgjë. Rrjej tash dy veta në zgjedhje shu, dy veta, ka marrë s'ka marrë thotë se po janë mankuar, po ankojmë sepse s'm ka dalë mua aty për. Po zgjedhjet janë zgjedhje. Nuk të del ty, nuk del ty, po i dalin 10.000 të tjerëve që janë aty. Nuk ka për 10.000 tash të prishet zgjedhjen për 10.000 për dy veta që iku më i marrë. Jore vazhdon Sali Berisha. Jo, kështu. A jemi mirë, Jemi mirë? Për çfarë jemi mirë? Jo, në përgjithësi koha për shembull dielli është i nxehtë. Po tallesh e ti. Jo, nuk tallem. A jemi mirë për situatën politike për këtë? Për çfarë po flasim? Për çfarë jemi mirë? Apo flasim për politikën? A jemi mirë këtu ku jemi pra? Për këtë? Po nuk jetë se ne po flasim për politikën, po thoni Berisha, ky fitoi, ky do të hapi kutit prap. Edhe unë pyes tani, a jemi mirë apo? Ha? Desa nuk do. Pyetje me vend, a zotëri, afron. Se jemi po qytetarë këtij, jemi mirë, s'ka ku të vej më mirë. Nuk ka ku të shkojmë më mirë. Nuk ka ku, s'ka. E mira s'ka fund. Po ky më duket se është fundi. Ky është fundi i të mirës. Mrekullia. Po ti është mirë. Votime do ishin bërë, do ishin mbyllur ato, kishte mbaruar më. Ata kanë 1 muaj vazhdojnë gër, ku je mirë ti? Ku je mirë ti? Të lutem shumë, atje ka komisioner, ka numërus, ka vëzhgus, i ka vetë PD-ja. Profesionist. Profesionist ata. Po si mundet që këta tani apo s'ka dhënë atyre tjerëve që këta kërkojnë tani të hapen kutisë të tjerë apo s'ka dhënë? Mirë. Dhe ata paguajnë nga shteti. Dhe ata e din kanë firmosur atje që vjen burg. I ku ai muhabet po gjë. Po i nëmore po kot, nuk fitojnë gjë. Nuk fitojnë gjë. Se vazhdojmë me të bullolli. Po i numërojnë kot. Zotëri i numërojnë kot, se nuk dalën gjë. Kjo ndoshta është e bëjmë që të tregojnë le të themi sikur ne jemi në interes të popullit. Jo, pa ata të kasës që ngërën, ata janë përfaqësojnë të demokratën, se Partia Demokratike e Evropës s'ka, nuk ka as Ballkani. Kemi ne Shqipëria ka Partia Demokratike. Ka s'ka kur nuk ka Europa, nuk ka ai vajti Berisha aty, gër. Erdhi nga Brukseli, ç'sta. Po vajti ç'sta për Shqipëri. Po mirë ai Shqipëria kështu, Shqipëria duhet Shqipëria këtu. Berisha në këto zgjedhje doli i fituar. Doli fituar Berisha. Berisha doli i fituar. Ai edhe kaq nuk do merrte dot apo jo? Doli i fituar pse ka. E ngrejti La Civita. Po, se ka vdekur në Veroza, prandaj. Ai doli i fituar. Mori mandati të gjallë, kishte parë mes bulevardit kjo. A dhe do di? Shqipëria është më kënaq. Jo, të pakënaqur duhet të jesh ti, unë, ky djalë. Po, e saktë këtu. Për ne çfarë po bëjmë për ne, a zotëria po? Çfarë po bëjmë për ne? A jemi mirë, prandaj dalin që pyetja imi që a jemi mirë këtu ku jemi? Ai shkatroi opozitën. Bravo, është bëj pak pa opozitë, ka zhvillim pa opozitë, s'ka. Do nglesh në vend. Ora ti kupton ti apo s'kupton? Unë s'kuptoj se s'kam për 22 vjet s'kam për pak fare pse po. Gazetari jam. Gja gazetari Berishës? Jo. I gazetës gazetari të ushtrisë. Jam gazetari. Jo, s'kena fare ne nuk po flasim me zotërin, nuk po flasim fare për emra, as për Berisha, as për Ramën. Flasim për ne, për realitetin, për shqiptarët, apo zotërin? Nëse bi kështu, ai pa dashje, pastaj edhe me qëllim i bën keq Shqipërisë. Ai bën keq Shqipërisë, se e la pa opozitë. Ka 16 vjet pa opozitë Shqipëria, s'ka opozitë. Dole kjo unë. Po pra, atë po thoshte edhe, po thjesht po merresh. Ti the pastaj jo Torci Vërsi, jo. Jo, nuk thash. Deputetët jo.
Ai ka 16 vjet po shkatron depozitën, po shkatron atë pozitën e vet, jo të popullit. Populli e votoi, e dha në rregull. Ai po bën gallak me Në atë listën e mbyllur kanë mbledhur njerëzit e tij që i do shumë. Ata të japin jetë për ta. Të dy i kam mbledhur, po njerëzit duan E di si shumë. them unë tani? Ish kryeministri në hetim, deputetët u kërkon ndihmë. 3 deputet të rinj dhe 2 të vjetër për të japin edhe jetën. Po ja, është artist, është gazetar, ka vite Po ta mbaroj, që shkruan, po ja ta mbaroj. Dgjoj, Balliu, Bardha, Noka, digjet i çka kanë te koka? Kanë mbeturinë në kokë. janë agjentë të BDB-s, të gjithë. Që unë ta them me poezi. Me kjo pseudonime. është drejt për drejt. Ndërsa unë po them me kështu, ka qenë shumë e bukur Tirana. Qytetarë fshatar nuk hidhin një mbeturin as në rrugë as te lana. Në atë kohë, ti nuk e di se kur ke harë në Tiranë, se di po unë kam marrë në 90-ën e po the vetëm kaq. Rrugë e tot. Po çon si kam se Po nuk mirë, po çfarë po them? Jo, nuk e tha për injori, ose të rivend ta sqaroj të lutem se për të mos keq kuptohen që njerëz, ka edhe nga ata që kanë ardhur 2000 Unë jam i 55-s. E po mirë, ti ke qenë me fat. Rrugë e trotuar Jo, ideja kishte për sa keni parë, jo se kush ka ardhi parë në Tiranë. Ta marroj që do kënaqesh. Unë jam kombinat. Si, nuk quhet pjesë e Tiranës, kombinati. Dëgjoj. Bashkë me Lulishte, me Deke, po e di që kush ishte deputeti komunatit, me Meçeu. Po. Bande kombinatin gërd. Në kohën e qoflarë, rrugë, trotuar me metroja pistëje që në bërë malë, që televizje duhet kishe një mushk ose një kalë. Nata ka qenë të merë vërtet, unë natën në kokë maje helmet në blok, kam qenë administrator në palat, kurri Pascal Milo Renitas, Neritan Ceka, Fatmir Gjafa, kam qenë 25 vjetë atje. Edhe e di si ka qenë, se dha urdhër ai qoflargu, tha, ju drejtuar popullit, shisni shpi ka solle tokë pyllar, gomar, mullar, bar, hajde në Tiranë, e ndërtori na një kiosk në lanë. E u mbush lana, e u bësh gjithë kioska, si u bë, për turp zotit. Shesi Nën Tereza, Parkurinia, kjo, u ndërtuar në shtëpi. Dhe ai burr që kemi ne sot, që e fat për Shqipërinë, që është kryeministër. E me spatën krarrit. Që do thot? Që punoj me për kushtim, për tani edhe këta ka, që duke ndonjë një kot i qatë në krye, dalin ato gjërat e tjera, pasi mund të vjedhim ai çik, vjedhin jashtë. Se s'ka kush korrigjon, se s'ka opozit. Po të kishë qenë opozit, do kishin qenë akoma më mirë. Do kishin më mirë. Do kishte oponencë, përmirësim, kërkesë llogarie, por këto kërkojnë llogari për pushtetin e tyre, kush hypi në maj të karrikës. Jeni shumë mirë të dy, e vlerësoj diskutimin, është pozitive që ka përplasje mendimesh. Kam tjetër mendime, po nuk... Pse? Shprej mendimet. Kjo është ajo që e përmirëson, këtë po themi edhe vetë opozita do të jetë ajo që do të jetë kundërshtare në oponent, pra, në oponencë, në mendime, në qasje, për përmirësuar dhe jo vetëm për përfituar. Apo do e... Jo, e mbyllë. E mbyllë. Të rështë net, gëzohem që të pash, ishe kënaqësi. Do bëjmë edhe një temë tjetër. Jo vetëm politike, do të kalojmë pak në atë që ju keni të brendshmën tuaj, shpirtërore. Të dalim flasim pak tek ajo çka është më rëndësishme, edhe që duket sikur po zbehet dhe po humb. Më mirë të kesh një shok të mirë dhe të varfër apo të pasur? Të pasur? Atë të parën që ti. Më mirë të varfër dhe të mirë, ë? Po çfarë do në shokun? Edhe të varfër. Po le të jetë, ashtu s'ka gjë. Se ne nuk kemi qenë të pasur. Do shokun. Unë qëllova që jam fukara. Edhe atë tua. Shokun e mirë. Po ti i pasur do zgjidhet varfër apo po ti je pasur do zgjidhja të pasur do zgjidhja. Edi Rama është i varfër, ai jeton në kohë. Edi vetëm ditëlindje do ketë. Të gjithë kemi me kimet. Ta gëzoj madhatin e 4, biledhet të 10. Sa të ketë jetë?
edhe nuk e zgjas më shumë se lëm zahon pa gjumë. Kapi është në gjimëtu saj, mandati 10. Sa të ketë jetë? Ma, pa mirë. Tu e rregullove pak se Sa të ketë jetë? Tani, për qa në hymë puni shok i varfër më burë? Se një se ke halë i gjotë duhen parat, duhen legët. Si dhe e bësh? Po, se Në ti një mund do të i varfër? Po, unë kështu e kam zgjedhur. Më mirë shok të mirë, të pastër edhe të varfër, se sa një tjetër që të më ma në përkom. Po sot si është në përgjithësi, realiteti? Qa zgjedhin sot rinia ose njerëzin në përgjithësi? Zgjedhin atë që është i pasur, apo i që është i varfër dhe i mirë? Sot kanë ndryshuar shumë gjëra. Ka këto 35 vjetë, o zot, se ju nuk e dini. Jo, prandaj pyesim Jo, tani që them mësojmë. drejtën, ju nuk e dini se jeni të ri. Jemi vetëdijshëm që se dim. E di kush e di? Them drejtën, mosha 45 vjeç e poshtë. Po, e lartë. 45 vjeç e poshtë nuk din gjë. Ah, okay, këtu po. 45 vjeç E lartë e din, po, bravo. Çfarë ishte që nuk dim? Për shembull, si ka qenë Shqipëria, jepësh një sinjal atomi, dhe gjithë njerëzit futeshin, administrata futesh në tunel, punonte, vazhdonte puna. Se kurse sot u shkatërruan të gjitha. Nuk njeli asnjë. Se shkosh po bëhet tani është alarmuar Evropa, po ndërtojnë qendrat e zjarrit, Tunele, bunkere, lufte. Po i ndërtojnë. Ne i kishim. Po, I kishim modele, që je për sinjali nuk shikoj njeri në këmbë, futeshi të gjithë në për qendra zjarri dhe nuk shikoj këmbë rodi. Se lufta tani është gati, është ka luftë tre botërore? Gati është, bile tani është po e vlerëson seriozisht edhe Evropa, po merret me armatimin. Po duan shpenzime të jashtëzakonshme, se tani kanë dalë ato raketat në kontinentale nga një kontinent dhe tjetër të vjen e bym ku do vesh. Më thuj pak se tani du të mi pyetje se shumë interesante përsa përket kësaj kohës që po vjen vera, vapë, shumë nxehtësi. Ku ti kaloni pushimet? Unë kam 20 vjetë që se kam parë detin me sy, edhe pse jam nga Vlora. Nga Vlora s'ke parë detin me sy? Nga Vlora s'kam parë det me sy, kam 20 vjetë. vjetë. Në Tiranë ti më? Ashtu që e puna. Unë jam vetëm Vlonjat, s'ka të tjerë. Tu në Tiranë? Tiranë vetëm u ka vua Vlonjat. E pëse se ke parë detin me sy? Festova 20 vjetori që s'kam qenë asnjë ditë në plazh. Edhe feston, çdo vit e feston që nuk shkon plazh. Po çka ke bollafe me plazhin, me detin, me Vlorën? Tani ç'a ndodhi? Grumbullova sa lek, e do iki ta bëj plazhin në fund të muajit iki në Amerikë. Hajde mër ta morë. Atje do ta bëj plazhin. Po çka ti ka filluar lufta edhe në Kaliforni, po Los Angeles. Po unë kam marrëdhënie të mira me Donald Trump. Donald Trump. Direkt ke ftesë nga Donald Trump. Atje kam. Po kujdes tani se është pak i mërzitur, është i nxehur tani se ka prish marrëdhënie relata me. Se ku kam qenë si puna jote. Me hyllë ballë. Me zonjën, Po ka ndëror vjet, ka 18 vjet. E ke akoma në këtu e ruaj. Po këtu. Edhe aty nuk bëhet lla fare. Kam qenë pa fat. Për çfarë? Që më iku shpejt. Më iku në ato botë, çfarë të bëj? E keni dashur shumë? Kaq shumë sa që ta hëngërën me sy. Prandaj se ka dalë së mundje keqe ky syri. Të hanë me sy të bëjnë magji, nuk thonë mashallah na fal që Perëndi, nuk thonë. Thonë vetëm fjalë. A shoku i jetës bashkëshortja? Shumë. Shumë. Nuk kam shok më të afërt e më të ngushtë. S'ka. Nuk ka. Flas për kohën ku kam qenuar dhe që ka ashtu. Raporti që keni pasur, marrëdhënien që keni pasur. Se sot. Ka pasërti në marrëdhënien tuaj, në kohën si ka qenë, si është sot? Nuk maj mend jetën time sa ndonjë bashkë që të kem folur një fjalë të keqe ose ta kem mërzitur një herë. Nuk maj mend jetën. Po këtë e thonë ju tani që s'është. Po e ka pas thënë edhe zonja këtë për ju? Po, s'është.
E so është. Si ka qenë, cili ka qenë sekreti i kësaj marrëdhënie kaq të Sekreti fleshme, ishte të mirë? se nuk ja prishti kur njëri tjetër, prasi gjë. Dhe dyshim shumë, se unë kam marrë me rinin, kam qenë që çuniri jam marrë me rinin, punoj me rinin me të rinj, me të reja. Po çka ka qenë, le të themi, elementi më kryesor që e ka mbajt kaq fort lidhjen tuaj? Elementi kryesor ishim gati na njanë. E njihit mirë njëri tjetrin? Po, njihit Besimin, shumë le të themi? E parë edhe e dyta, shkorim shumë. Shkorim, kishim marrëdhënie të jashtëzakonshme. S'tu mërzit asnjëherë? Nuk rria unë pa pirë kafe me ta. Bile nuk dile as me shoqërinë mas dite. Vetëm me të do pje kafe, as një tjetër. Vetëm kur isha në punë me punonjës. Po. Jashtë punë vetëm me ata, me as një tjetër. Po nuk u mërzitje gjatë gjithë kohës me ato në shtëpi me ato gjithë ande? Së mërzitesh. Për kundra se frymëzohesha. Frymëzohesh. Po ka, mund t'jenë raste të rralla këto. Mund t'jenë raste të rralla. Po pse shohim që ka kaq shumë përplasje, shumë ndarje, nuk shkojnë me njëri tjetrin çiftet? Po Çka ka ndodhur? Ç'a është futur tjetër? Po të gjitha çdo gjë u shkatërrua. Po nuk thoshte aty për shembull se ju po thoni vetë 20 vite, ka thoni 4 vjet ka që ka ndruar jetë zonja. 20 vite ju keni që pa shkuar në plazh. 18 vjet ka që ka ndruar jetë mua. 18? 18 jo ka 18 vjet. Pas ka vite, pas ka shumë vite, pas ka ikur e re. Po, shumë ere. Shumë ere. Dhe akoma e keni në mendje, 18 vite e kemi akoma në mendje dhe në zemër. Atje, sa herë që me merë malli, shkoj atje të varri. Shkon shpesh. Po, edhe atje i kam shotur të bari, i kam shotur. Flit tani ti zemra jon, zemër të thoshim gjithmonë, zemra jote, zemra drite, asnjëherë nuk u mërzite, se ti jetove pak vite. Ta të them. Du të ndasmoj më shumë, nuk du të luaj, nuk du që ta... Ja, mbas më gasmoj. Të prish, se kjo është... Jo, më pëlqen që je i vërtet, je real dhe e shpreh atë, si që jeni dhe në ato fjali që ndërtoni me del poetik, por e shoh që edhe shpirtin e paskeni ashtu. Edhe do i ke vërtet në Amerikë. Jo, shumë mirë, më bëhet qefi që ti jesh mirë dhe realisht e vlerësoj që ka njerëz që më goditi fort kjo që tha tani. 18 vite që ka ndruar jetë zonja dhe keni akoma ndjesinë tek ajo. Dhe që kjo është një vlerësim shumë i madh. Nuk rri pa vajto 2-3 herë, shkoj të Varrezat, 2-3 herë muaj. Besoj se kjo do të jetë një mesazh i fortë. Për juve Perëndia dua bëj diell edhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Atë lumt. Lumt, do ta shohim me optimizëm, se ndryshe negativiteti na rrethon gjithandej. Kjo është diell edhe dritë. Keni tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Shpresoj.